Lexojmë nga kapitulli 14 i Ungjillit sipas Mateut. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 14, paragrafi 22. Jezusi ecën mbi det. Mateu 14 kapitulli nga paragrafi 22. Fill pas kësaj, Jezusi detyroi dishepujt e vet të hynë në barkë dhe të prinë në bregun tjetër derisa ai të lëshoi turmat. Mbasi i nisi ata u ngjit vetëm mbi mal për të lutur, dhe kur u ngrys ai gjendej aty i vetëm fare. Ndërkaq barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valet sepse era ishte e kundërt. Në orën e 4 të natës, Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt duke parë atë që po ecte mbi det, u trembën dhe thanë është një fantazëm dhe filluan të bërtasin nga frika. Por menjëherë Jezusi u foli atyre duke u thënë, qetësohuni, jam unë, mos kini frikë. Dhe Pietri duke ju përgjigjur i tha, Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi te ti mbi ujëra. Ai tha, eja. Dhe Pietri zbritin nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fortë, kishte frikë. Dhe duke filluar të fundosej bërtiti, duke thënë, o Zot, shpëtom. Dhe Jezusi ia zgjati menjëherë dorën, e zuri dhe i tha, o njeri besim pak, pse dyshove? Pastaj kur hyn në bark, era pushoi. Atëherë ata që ishin në bark erdhën dhe e adhuruan duke thënë, me të vërtetë ti je bir i Perëndis. Amen. Jeta e dishepujve të vëllezër dhe motra me Krishtin në mish është me të vërtetë e bekuar, ashtu sikurse e shohim të bëjë mrekullira, të veproj, mundësisht pak përpara kësaj që lexojmë, përpara syve të tyre, dhe ato ishin dëshmitarë sikurse e përjetuan, sepse kishte ushqyer Krishti 5.000 burra me pak ushqim. Dhe ndërsa shkonin i mbushte koshat Krishti dhe ato e shpërndanin. Mrekulli e madhe kjo. Dhe të tjera mrekullira pan në jetën e tyre. Ishte një i paralizuar, e pan të ngrihej. Ishte lebrozët të shëroheshin, më vonë Lazarin të ringjall. Në mënyrë të lavdishme pan Zotin në jetën e tyre. Por në jetën e tyre, pavarësisht që Krishti ishte në mish, kaluan edhe mësime, kaluan edhe gjendje të ndryshme, të cilat do të thonim se u habitën me to, por ju bë mësim, sikur se bëhet edhe për ne mësim, ato që kaluan dishepujt. Sepse me të njëjtën mënyrë vepron Zoti edhe me ne, derisa jemi nxënës. Në qoftë se jemi nxënës ose dishepujt e Krishtit, edhe Zoti vepron me ne. Dhe tek 22 ishi fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hynë në barkë. O Zot, ma kaq bekim kishin me ty, ishtë pam një turm, dhe hengrem dhe ne bashkë me të gjithë në praninë tënde, të lavdëruam, të adhuruam, sa bukur që ishte o Zot. Dhe tani pa pritur, fill pas kësaj, thote, na detyron të hymë në varkë, dhe mundësisht na thua se nuk du të vish me ne, por na thua që të shkojmë përpara tejet në bregun tjetër, në Betsaida, nëse nuk bëj gabim tek një ungjilltar tjetër që thot Zoti. Të shkojmë përpara tejet, do më thënë pa ty, të futemi në vark dhe themun tani si peshkatar që ishin, e pan kohën dhe thanë është e vështirë lundrimi, që ka fortunë në det. Mirë nuk jemi këtu, me turmat këtu të lavdërojmë nga mëngjesi deri në darkë, madhërit që bën ti, po sa po bëre ti o Zot, të dëgjojmë të thënat e tua fjalën tënde, por Zoti thot fill pas kësaj i detyroj. Shpesh herë në jetën tonë na detyron që të hymë në një fortunë, në një det të tërbuar, mbase e parashikojmë, ose mbase dhe nuk e parashikojmë dhe na vjen pa apritur. Por kjo fortunë nuk është një dallk,
por janë dalk njëra pas tjetrës. Erë e fuqishme, të frymë me forcë, dhe varka të jetë futur në det, të jetë nisur dhe të kemi lënë bekimin e Zotit mbrapa, sikur se mund ta mendojmë ne, dhe na detyroi Jezusi që të futemi në det, në atë furtunë, pa qenë edhe ai me ne. Ja fantazoni tani gjendjen e dishepujve tani, Sigurisht e pranuan detyrimin që u bëri Jezusi. Kjo është e mirë. Janë dishepuj, vëllezër dhe motra. E pranuan atë që ju tha Zoti. Shumë herë problemi, dallket, nuk i duam në jetën tonë. Mbase të duam të ndryshojmë mundësisht. Të shkoj këtu në këtë port, këtu majtas, Zoti ku të tha të shkosh? Përballë nuk të tha, përballë do të shkosh. Mos kërko të ngrosh, të ndryshosh atë që të tha Zoti. Atë që na tha Zoti, vëllezër dhe motra. Nëse të ka dhënë Zoti fjalë të bësh atë që ke për të bërë, bëje, përparo dhe mos ki frikë. Mos ki frikë nëse ngrihen dallk dhe fortunë, sepse don Perëndia të na mësojë një ecje tjetër sikur do ta shohim me poshtë. Një ecje tjetër të krishterë. I detyroi pra të hyjnë në varg dhe të kalojnë përpara tij. Një udhëzim i përcaktuar, pavarësisht se nuk do ta kenë me vete dhe do ta shohin. Ju tha sigurisht derisa të shpërndaj turmat. Kishte një punë të bënte, pra ishte pasdite, sikur se thot këtu, afër darkës kur u hëngrën turmat dhe duhej të lironte turmat. Dhe me të vërtetë Zoti në paragrafin e 23, mbasi i nisi ato thot, unë gjitë vetëm mbi mal për të lutur, pra nuk shkoj me dishepujt. I lëshoj turmat, por nuk shkoj me dishepujt. Nuk ju tha se kur do të shkonte Jezusi, nuk ju tha se do të takohej me to, nuk ju tha se do të ecte mbi dallket, por ju tha vetëm të dalin përballë dhe se nuk do të më shihni. Dhe me të vërtetë kështu bë, sikur se e tha Zoti. Ai pasi i liroi turmat, në vend që të shkonte me dishepujt, thot, shkoj dhe unë gjitë në mal i vetëm për të lutur. Përse të lutet? Për dishepujt e tij. Sepse e din se janë njerëz të dobët, e din se janë njerëz pa forcat e tyre, nuk janë pakzuar akoma dhe në frymën e shenjtë, nuk janë të pakzuar akoma në frymën e shenjtë dhe kanë nevojë për lutje dhe për të përforcuar. Mos harro se Krishti lutet në të djathtë të Atit për ty personalisht, për të gjithë ne, por për ty personalisht. Dhe për gjithë secilin nga ne. Dhe në vështirësinë tënde, dhe në lehtësitë e tua, dhe në bekimin tënd, dhe në dallket e tua. Krishti lutet për ty. Dhe kur u bë darkë, ishte vetëm atje. Nga njëra anë Krishti në mal, kurse nga ana tjetër dishepujt, thot tek 24, barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valet. Pra kishin ecur një farë distancën nga bregu, rreth 5 kilometra ishin futur në thellësinë, thot Gjoni, në të njëjtën pjesë që flet edhe Gjoni. Dhe ajo që është se barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valet. Dhe në atë bark, thot, ishin edhe dishepujt. Do të thonim një mërzi për të gjithë. Por në pozicionin e dishepujve të vëmë pak vetën tonë se të gjithë ne jemi në atë bark, se dhe sikur se kemi thënë, kjo bark për të gjithë ne është jeta gjithë secilit prej nesh. Të kaloj një dallk jeta jonë, kjo dallk mund të ketë, kjo fortunë mund të ketë shumë dallk, nuk mjafton një dallk, na godet njëra dhe vjen tjetra dhe urdhëri i Perëndis është shkoni përballë. Mos ndalo së lundruari. Mos ndalo së lundruari. Ma Zot nuk mundem, kam bërë 5 kilometra, bëm 5 kilometra,
12 që lundrojmë, bëjmë 5 kilometra, nuk e di se sa akoma kemi për të bërë dhe gjendja është keq. Nuk do t'ja dalim. Vazhdo të lundrosh. Çfarë të thash? Unë, thot Zoti, nuk të thash të dalësh përballë. Na tha Zoti të dalim përballë, ku përballë është mbretëria e qiejve të vëllezër dhe motra. Atje është shtëpia jon, është adheu jon atje. Atë të dëshirojmë, aty të hedhim shikimin ton dhe atë të presim. Dhe Zotin, i cili do të na përforcojë në këtë udhëtim të jetës, në këtë det, i cili ka dalk dhe që vinë prova të mëdhaja përpara nesh. Por ti çfarë do të bësh? Do të kthehesh mbrapa, do ta lësh lundrimin dhe do ta marrë era barkën tënde dhe të kthej mbrapsht. Mos e le të kthehet mbrapsht barkën tënde. Mos e le veten tënde të kthehet mbrapsht për në humbje. Të marrim vendimin të ikim përpara për shpëtimin e shpirtit ton. Dhe të gjitha të kaluarat, thot Pali, të mirat, të këqijat, bekimet tuaja, mëkatet, që u ktheva nga Zoti, i harroj, thot Pali, dhe përpara çfarë bëj? Zgjerohem, përparoj. Ma do të kesh vështirësi, vëlla Pal, unë përpara eci, vetëm përpara, sepse kështu më tha Zoti. Kështu na tha Zoti. Ishte era në të kundërtët dhe në rojen e 4 të natës bëhet një mrekulli, por pak përpara kësaj tek Marku, ku edhe Marku bashkë me Gjonin flasin për të njëjtën histori, na thot këtu në këtë pikë se Zoti i pa ato që po mundoheshin duke lundruar. I pa Zoti. Këtë e thot vetëm Marku. I pa së lundruari. Na shef Zoti, nuk jemi larg shikimit të Zotit. Sa herë themi, o Zot, nuk më shef, Zoti të shef. E them përsëri, nuk e them unë, fjala e Perëndis na e thot. Dobësia ime është kur të them se Zoti nuk më shef dhe nuk merret me mua, thërret psalmisti. Dobësia ime është edhe për mua. Dobësia ime është kur e them këtë në jetën time dhe në zemrën time. Zot, më shef, sepse lutesh, ndërmjetëson për mua pran atit. Dhe vjen tani Zoti, rojen e 4 të natës, do më thënë në fund të natës, do më thënë pak pa dal drita, do të thonë, derisa gjithë natën kaluan së lundruari, por nuk ndaluan. Dhe erdhi, thot, duke ecur mbi ujrat, drejt tyre. Dhe më njën nga ungjilltarët ma thot se bëri sikur do t'i kalonte, do të shkonte me tutje. Përse e bën këtë Zoti? Përse bën sikur do t'i kaloj? Sepse e bëri dhe tek ato të dy që po shkonin për në Emaus, kur ecte me ta dhe ju fliste, nuk e kishin kuptuar akoma. Bënte sikur do të shkonte, të vazhdonte udhën. Përse e bën Zoti këtë? Që ta kërkosh, që ta kërkoj, që ti thërras atij. Sa herë ne që jemi prindër duam që fëmijët tonë të vinë tek ne, të na flasin, të na drejtohen ne, apo vëllezërit të na vinë afër, të na japin rëndësi, kështu nuk është, dhe gëzohemi kur dikush na vjen pranë. Nuk gëzohemi. Edhe Zoti gëzohet kur ne i thërrasim. Aleluja, gëzohet veçanarisht, sepse thot, fëmija im, kun kaq kam bërë për te, vjen të më takoj, më thërret të vi pranë ti, më shef të eci mbi dalkët, por tani do ta thërrasin që të shkoj pranë tyret, të shkoj pranë tyre që të hy mbase edhe në barkën e tyre. Do të thoja, këtë mund të thoshte dikush, Zot, eja futun në bark, mos u mbyt. Nuk e tha këtë kush, kishin frikë, në të kundërtën, thanë është një fantazëm. Pra nuk mund t'u marr mendja këtë gjën toksore, ne njerëzit toksor, të shohim se çfarë bën Perëndia tani që ti ka lënë në vështirësinë tënde. Nuk mund të shoh mendja jon toksore
dhe të kuptoj se Krishti ecën mbi ujëra, ecën kundër erës mbi dallket. Nuk mund ta shohim. Zoti të na i hapë syt që ta shohim. Dhe nëse ta shohim, thirre, thuaj, eja Zot, të paktën eja në anijen time o Zot, në barkën time. Thirrën nga frika duke thënë fandazëm është. Dhe Jezusi ju tha, merrni zemër, unë jam, mos keni frikë. Aleluja, ta thot Zoti këtë. Merr zemër, mos ki frikë, unë jam. Por këtu tani vëllezër dhe motra, dhe në të vetmin ungjilltar që flet këtu, ungjilltari Mateu e thot këtë pjesën për Pietrin. Këtë që bëri Pietri e cila është kjo pjesë e veçantë, besoj me zbulesë të Perëndis, Pietri tha këtë fjalë, sepse nuk është e lehtë të thuash një fjalë të tillë. E kuptoj Pietri se Jezusi është. Mbase nuk është edhe kaq i sigurt të thoja, sepse e pyeti duke i thënë, nëse je ti o Zot, pra s'është kaq i sigurt. Pra akoma është i dobët. Edhe ne të dobët jemi. Edhe Pietri i dobët është. Aleluja. E don Pietrin Zoti, na don edhe ne Zoti. Por Pietri vëllezër dhe motra tha një fjalë dhe vuri një shenjë tek Zoti, duke i thënë, Zot, nëse je ti, sepse nuk jam i sigurt o Zot akoma, jam i dobët pra, por nëse je ti, urdhërom të vit drejt teje të mbi ujëra. Vëllezër dhe motra, Krishti don të na mësoj që të ecim mbi ujërat. Kini kujdes, se thot shkrimi se erdhi drejt ti Jezusi. Erdhi drejt ti, kjo nuk do të thot se u zgjidh problemi i tyre. Era akoma fryn, dallket akoma ngrihen lart, gjithnjë dhe më shumë. Por erdhi drejt tyre Jezusi. Këtë kanë nevojë, këtë ke nevojë. Në vështirësinë tënde, në dallket që ngrihen, kemi nevojë të vinë drejt nesh Jezusi në orën e vështirësisë dhe të mos të presim se Jezusi do të vinë kur të pushoj dallket, kur të qetësohet deti. Do të vinë edhe atëherë, por atëherë do të jetë fundi i çështjes. Por deri atëherë Jezusi do të vinë kur ti të jesh mbi dallket, kur ti je në që po kalon vështirësinë tënde. Do ta kuptojmë këtë, se do të ecim me Zotin mbi dallket. Aleluja. Dhe vjen tani sipas zbulesës të Perëndis. Pietri dhe i thot urdhërom, e din se nëse është Zoti, nëse është Zoti dhe ta urdhëroj ai, do të bëhet. Amen vëllezër dhe motra. Është e rëndësishme, ky është besimi jon. A beson se një paragraf që do të dërgoj Zotin nëpërmjet frymës të shenjtë është i mundshëm që të bëjë të ecësh mbi ujërat? Amen o Zot. Na ndihmon në mosbesimin tonë o Zot. Të dërgon paragrafe Zoti, të dërgon fjalë Zoti. Jo vetëm tani, por çdo ditë na jep paragrafe. Ne çfarë duhet të bëjmë? Zot, nëse je ti që më dërgon, jam i dobët, e mirë. Nuk mund të jem i mbushur me besim. Uroj të isha plot me besim gjithnjë, por jam i dobët. Ti nuk më largon. Nuk më shuan, sikur se tham. Jam një fitil që nxjerr tym, nuk vjen të më shuaj, por të më vënë zjarr. Pra Zot, nëse jeti, më thuaj fjalë, dhe me këtë fjalë do të eci drejt teje mbi dallket. Ky është i gjithë sekreti i jetës tonë të krishterë, sepse nuk bëhet të ecim ndryshe, nuk bëhet të përparojmë, nëse nuk e shohim Zotin që të ecim mbi ujëra, dhe ne të ecim drejt tij mbi dallket, në pikëllimin, në vështirësinë, brenda në detin e gërsuar, nuk do të mund të ecim. Dhe për këtë arsye me vonë vjen Zoti dhe i thot, o besim pakët, përse hezitove? Sepse Pietri pavarësisht se Zoti i tha një fjalë, eja, nuk i tha shumë fjalë Zoti. Zoti nuk flet shumë. Një fjalë, thjesht, eja Pietër. Eja biri im, eja bia ime, të shtrin dorën Zoti.
Eja, përparo mbi ujrat. Mos qëndro aty. Ec. Ja fantazoni, Pietri zbriti nga barka dhe shkoj të shkel mbi ujrat. Vallë, si do ta bente këtë? Nuk besoj se u hodh direkt të ketë një besim të tillë, por provoj dhe pa se ujrat ishin të forta, nuk fundosej këmba. Pra mos shif detin e gërsuar dhe erën, por ec drejt Zotit, ec drejt Krishtit. Nuk është të ecën kështu mbi dallket, Zoti më bëj të ecë mbi dallket. Të ecësh drejt Zotit, drejt Krishtit të ecësh. Dhe Zoti këtë mënyrë të jetës don të na mësoj që të ecim. Këtë bëri e gjithë këtë që bëri, e bëri që ti mësoj këtë çështje. Dhe na mëson shpesh herë Zoti, duhet këtu zemra e tyre, thot tek një ungjilltar përsëri tek Marku në fund, thot nuk e kuptuan nga buka, zemra e tyre thot ishte që s'mund ta kuptonin. Dhe është e vështirë shpesh herë zemra jonë të mos kuptoj nga mëkati që kanë te. Zoti të na mëshiroj, të kemi frikë, larg mëkatit të jemi. Nuk e don Zoti mëkatin dhe nuk duhet ta duam as ne mëkatin. Por dhe zemra jonë shpesh herë mësohet me ato që themi këtë e dua, nuk prish punë për këtë tjetrën. Jo. Zoti të na ruaj. Perëndia na don dhe është gati të veproj. Dhe duke zbritur, eci mbi ujrat edhe Pietri, që u drejtua drejt Jezusit. Eci mbi dallket për të shkuar tek Jezusi. Dhe tek 30 thot, duke parë erën e fortë, kishte frikë. Kjo është. Pa erën e fortë, më falni, a duket era? Duket era. Era është. Përse thot se duket? Sepse erën e shef nga rezultatet, ngrihen dallket, e dëgjon. Tek Nikodemi kështu nuk i tha, e dëgjon ku të doj fryn era, nga këtej, nga andej, por nga rezultatet që tregon duket se ka erë. Dhe e ndjen në fytyrën tënde, në trupin tënd, të shtyn akoma, nëse era është e fortë. Kur era është e fortë, nuk ndalohet që të ecin anijet në dete, këtë e shikon e kupton nga rezultatet. Mos vallë, nga rezultatet e jetës sate e shef erën e fortë dhe kështu e largon shikimin tënd nga Zoti. Aty humbet besimi yt. Dhe vjen Perëndia të na thotë, vëllezër dhe motra, se pa besimin nuk mund ta kënaqim Perëndin, nuk bëhet. Këtë mësim u dha Zoti ti mësoj, e them përsëri, që të ecim nëpërmjet besimit mbi dallket. Dhe kemi thënë shumë herë se besimi është bindja e sigurt dhe vërtetimi i gjërave të cilat nuk duken, sepse nëpërmjet kësaj morën dëshminë e mirë të paret. Por pa besim nuk mundet dikush ta kënaqë Perëndin. E kuptojmë këtë? Pa besim nuk mund ta kënaqim Perëndin, nuk bëhet. Dhe çfarë do të bëj o Zot që të shtohet besimi im? Së pari ta kërkoj. Zot, ma shto besimin. Dhe e dyta, ç'është besimi? Nuk është fryt i frymës të shenjtë. Të mbushëm me frymë të shenjtë, aleluja. Të mbushëm me besim, sepse do të më mbush Zoti, sepse do të më mbush Perëndia i përjetshëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Sepse kush i afrohet Perëndis, domethënë kush i afrohet Zotit, e them përsëri Pietri që i afrohet drejt Zotit, duhet, është e nevojshme pra, duhet. Kështu është ligji i Perëndis, është drejtësia e Perëndis. Duhet të besoj se Perëndia është Perëndia, është i gjallë Zoti, i gjallë është Zoti. Aleluja. Dhe bëhet shpërblenjës, domethënë jep shpërblim, jep atij që e kërkon Zotin. Atij i jep.
Jo ati që kërkohet nga Zoti, por ai që kërkon Zotin. Pra ta kthejmë shikimin ton nga akoma kërkesat tona, nga pikëllimet tona ku presim orën të ndaloj ajo vështirësi. Zot çlirom, ndihmom të mbaroj kjo që po kaloj, kjo vështirësi, kjo dallke madhe. Do të bëhet kjo kur të doje Zoti dhe nuk është keq ta kërkojmë, por një ecje akoma më të mirë që do të na mësoj Zoti, të ecim në orën e dallkeve drejt Zotit mbi dallket. Dhe kjo nuk mund të bëhet veçse nëpërmjet besimit. Kur të humbas besimi im, në atë moment do të dëgjohet zëri i Perëndis: "O besim pak, pse hezitove?" Zot po humbas, fundosem, ma do të lej Zotit të fundosesh nga që të humbi besimi. Jo, por të shtrije dorën e tij dhe të nxjerrë për jashta. S'ka për të lënë të fundosesh. S'ka për të lënë të fundosesh, mos ki frikë, sepse ke besuar jetën tënde tek Krishti. A mund të lej Krishti? Por sa kënaqet dhe gëzohet Zoti kur të ecësh mbi dallket dhe të thuash: Zot, tani jam mbi dallket. Të vetmen që dua është derisa të më nxjerrësh matan përballë, të eci me ty o Zot mbi dallket. Aleluja. Këtë hir të na japësh o Zot. Këtë të shijojmë praninë tënde mbi dallket, në provat tona dhe në pikëllimet deri në atë orë ku sapo hyri në bark Jezusi, pushoi era, pushoi fortuna dhe në vend, na thot tjetër ungjilltari tjetër, në vend dolën përballë. Ma më falni, gjithë natën ecën 5 kilometra dhe në momentin, në rojën e fundit që hyri Zoti në barkën tonë, arritën në fund. Këtë do të bëjë Zoti. Këtë e bën Zoti sepse është fjalë e Zotit. Amen.